Tradita e bukur e poqerisë, apo siç njihet ndryshe enëve prej balte, fillesat e të cilës janë shekuj më parë, në fshatin Gojan të Pukos vijojnë të rezistojnë kohës, madje ajo është kthyer në një burim të mirë fitimi për poçarin e vetëm të mbetur në Shqipëri. Lek Biba tregon se punët e tij gjenden në të gjithë lokalet tradicionale të Shqipërisë, madje i kanë kaluar kufijt, pasi po zgjojnë interesin e shumë të huajve që udhtojnë dhe drejt fshatit ku poçari jeton. Me këtë na kena hangër buk, jetue. Unë me një këto i kam shu 5 kalamaj më shkollë të lartë, vinë firmat i marrin për lokalet, vinë i marrin anglez, italian, Macedonas, Kosovar. Ena si kam ba tani mund të shkoje 15.000 lek. Po, 1.500 lek të reja kjo. Kurse si mas madhësisë, po zëmë shemëll 10 kilë shkon 2.000 lek eja, 15 kilë shkon 3.000 lek, si mas, po rësirëve si thonë lokalet. Shijet e veçanta të gatimeve në enët prej balte po i bën gjithnjë më të kërkuara ata, ndërsa të kesh një enë të tillë nga ata që dikur përdornin të parët tanë, tashmë kur ata thuajse kishin dalë nga qarkullimi, sot është kthyer në luks që nuk mund të asigurosh kënd tjetër veç poçarit Lek Biba, i cili gdhihet e ngryset me pasionin e tij të përgatitjes së të tilla enëve.